Ashtu si që paralemrova në vetë hapje, sot do të flasim për dashurim, për sakrificat, për familjen, për rrugtimet që i kanë formësuar ata, e shumë detaje tjera të cilat jam shumë e sigur që do i dëgjoni sot për herë të parë nga Teuta dhe Tava. Është kënaqësi ju kemi sot pas një kohe të gjatë në fakt bashk. Kanë kaluar 3-4 vite nga intervista e fundit që ju kemi pas si familje. Kështu që për këto 4-5 vite besoj kemi gjëra interesante për të ndarë që nuk i dinë shikuesit. Faleminderit shumë për ftesën. Teuta, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Edhe urime përgëzime për emisionin tonë. Shumë faleminderit, është kënaqësi në fakt. Unë bëra një hapje shumë të bukur të cilën ju nuk patët rastin që ta shihni, po do ta shihni pastaj në YouTube. Meqense sinqerisht për mua jeni një çift të përveçës shumë i bukur, edhe me një univers të veçantë, do thoja, ku gërshëtohen shumë gjëra në familjen tuaj. Arti, e bukura, tashmë edhe sporti, arsimi, të gjitha në një. Kështu që po. Ideja e këtyre bisedave me çifte është që t'ju njohim nga dimensione tjera, t'ju zhveshim pak nga profesioni, nga rolet tuaja publike dhe t'ju kthejmë ndoshta në momente të cilat shpesh herë dhe nga dinamika jetës dim t'i harrojmë. Dua të kthejmë te fëmiria juaj. Do ta nis me një fotografi që i dedikohet Teutës dhe jam shumë e sigurt që kjo fotografi ndoshta do të ndihmoj pak të kthehesh në fëmirinë tënde, në kujtimet më të bukura të jetës tënde, në strugën tënde. Të shoh vaj kompaun e këtë fotografi. Do ndalem te ky moment e babi yt Teuta. Unë e di që ke pas një lidhje të jashtëzakonshme me babin. Cilat janë ato kujtimet më të bukura dhe më të veçanta të cilat i ke bashkë me babin tënd? Prindët nuk mundesh të përshkrysh fjalë që sa janë të dashur edhe sa vlen në jetë. Mbase kur bësh prind i peshon edhe më tepër se sa është ajo dashuria edhe sa vlen ato sa kanë sakrifikuar që të jemi sot këto që jemi. Unë kam qenë më e vogla e shtëpisë edhe kam qenë sugarja e babës. Në një intervistë para 3 javësh në Shqipëri e thash, unë kam qenë sugarja e babës, ata një jam mbretresha e 3 djemve në shtëpi. Mami dhe baba kanë luajtur shumë rol të madh në fëmirinë time dhe në atë që unë sot jam. Ma kanë dhënë lirinë, vërtet një emocion për shkak që unë ëndra e babës ka qenë që unë të dalë diplomuar, edhe të jem e zonje e vetvetes. Unë atë e mbriva derisa ishte, domethënë edhe fotografia është aty që ishte gjallë, se ka 13 vite që nuk jeton më. Më ka dhënë përkrahje edhe mami edhe baba që ta shoh botën ndryshe, nuk më kanë dhënë limite, më kanë dhënë lirinë plotësisht të mundur të një femre që të mund të luftoj edhe t'i arri ato synimet e mia në jetë dhe jam shumë falenderuese që më kanë dhënë këtë edukat edhe këtë shtys të jetës që unë të mbëri edhe mos trembem prej asnjë të thënë sfide ose vështirësie të mundem t'ja dali. Për çdo gjë, edhe fjala edhe mamit edhe babës ka qenë çdo mëngjes kur kam filluar, domethënë kur jam nisur për në shkollë ose për punë, ka qenë asnjëherë nuk mundem, asnjëherë mos thoj që nuk mundem. Çdo herë edhe nëse nuk e din gjën, do ta shohësh si mund ta zgjidhet ajo gjë, edhe ti do t'ja arrish atë që duhet ta harrish. Edhe se di, unë i kam të gjithë prindë. Flora mirë. Atjetër, kjo është edhe ideja. E emocionove mjaft edhe unë se pritë. Unë e dija në fakt, nga informacionet që kisha e dija lidhjen e ngushtë që ka pas Teuta dhe më thanë mos ja lësho fotografinë me njëherë në fillim, ta se do emocionohet shumë, kështu që emocionet janë shumë të kuptueshme. Teuta se ndonjëherë nga jeta e shpejtë edhe dim t'i mbajmë në vete, kështu që është mirë ndonjëherë të çlirohemi. Çfarë të emocionon kaq shumë kur e sheh fotografinë dhe kur sheh kujtimet me babin tënd? Cili është ai emocioni i parë që të vjen? Vajzat tënë që janë të baballarëve, fakt, po një lidhshmëri shumë e madhe, unë mund ta cek edhe atë që ndoshta edhe më vjen shumë keq. Nuk i dihet. Sekretet më të mëdha, qoftë ato, të them edhe lidhjen me tafën, unë në para kam treguar babës, që si do ja tregoj mamit. Të gjithë e bisedojnë si dhe me mamin, me nënat i bisedojnë që të marrë vesh baba, ne kemi pasur çdo herë ato që të dy kemi bërë
Planet bashkë edhe çdo gjë. Domethënë më thonë të oksigjeni im, domethënë ne të dy ishim bashkë edhe momentin që e vendosëm me tafën edhe kretë dhe sarë që thonë në një gjithë thonë, ti ka thënë baba fjallet. Domethënë jam ma e ladruara, jam ma e vogla, kështu që une nuk di jo edhe nuk di nuk mundem. Domethënë une pa tjetër duhet ta kryj këtë. Vazhdo të mos di jo të uta ta pa. Po veç une tash si po plakem kom marrë përvojë tash edhe. Jem sumo, prej refuzimeve, prej jo. Shkona jo në përpara nervozohesha kthesha edhe une me njëherë, tash të kom marrë relaksive me ambientume. Mami është një mësuese që ala domethënë 40 vjet në arsim edhe ende kur vjen i shef ato si mësuese i shef ato mangësit ose ndonjë gjë dhe non stop që më është bërë si motra ime. Jo vetëm si nën, po më është bërë si motra ime për çdo gjë konsultohet, edhe pse është në mosh, është sa bukur. Është ende me ato fjalët e asaj që kur thom jam e lodhur nuk mundem, më thot bjerë Filip pushon një orë dhe ngreuce e reje. Tamam ashtu është. Si ka qenë të rriteshe nga dy arsimtarë të uta, sa ka ndikuar në formimin tënd, pastaj dhe në atë që drejton ti sot si drejtoreshe një shkolle, sa ka ndikuar krejt ajo që e kanë dhënë ata për ty? Dhe ndoshta duke e parë rrugtimin e tyre në arsim. Shumë, jo pak, po shumë, edhe ndelun në rol, domethënë këshillat e tashma të mamit, dë njerë për disa nxënës që janë ma hiperaktiv, gjë edhe kur e pyes si i ka gjetë metodat, se ka qenë mësuese që është me emër në struk, edhe çdo herë ka pas numër të madh të nxënësve. Përveç se në shkolla ajo i ka marrë edhe në shtëpi fëmijë që nuk kanë mundur që kam pas vështërsi në shkrim, në lexim, mami i ka marrë edhe në shtëpi dhe asnjë nuk i kemi pas atë privatësinë tonë në shtëpi që të ngrehemi me pijama, të mundemi të ham mëngjesin, po mami çdo na ka bën mëngjes me ndonjë nxënës që ka qenë aty, edhe që ja ka shpjeguar mësimin, ndërkohë kemi punuar edhe neve. Edhe kjo gjë kam thënë që asnjë nuk do të jem në arsim, për shkak që asnjë nuk jam kënaqur me mamin ose me babën në këtë aspekt. Po në aspektin tjetër më kanë ndihmuar shumë për shkak që më kanë udhëzuar si ta bëj planin ditor, si ta bëj planin javor, planin domethënë si të hyj në klasë, si ta mbaj ditari, si të mund të jem më afërt me nxënësit. Edhe ajo gjë që unë jam një gjenerat më e re se ato, domethënë afërsia edhe unë sot e kësaj dite nxënësve që ju kam dhënë mësim, unë ma tash i shoh mos thom shoqëria ime, mos të vija ajo, domethënë është një kufi ku është arsimtari edhe nxënësi, po megjithatë çdo suksesi atyre për mua është kënaqësi, edhe jam shumë mirënjohëse se të gjithë nxënësit më lajmërohen që e mbërriva edhe këtë ta bëj, punsova këtu, më thënë për mua është një kënaqësi e veçantë. Tash po shohim si po plakemi ne. Me nxënës. Proces. Unë mbram ndodhi dhe më thirrën të luaj futboll me disa shok, edhe kur aty kishte lojtar, lujtëm edhe në fund tha, të kam pas ta arsimtar tha në shkollën Panajot Genovski, thash që kemi po shkojmë të po ajo është kënaqësi, realisht mësimdhënia edhe arsimtarët janë. Po edhe përgjegjësi nga ana tjetër, patjetër. Është si profesion i shenjtë, mund të them, edhe pse tash pak janë ndryshuar gjërat. Arsimtarët përpara kanë pasur shumë më tepër respekt edhe nga prindërit, edhe nga familjet, edhe vetë në kolektiv, po kjo kohë moderne ka ndryshuar pak gjëra. Jo pak, po shumë ka ndryshuar. Do flasim pastaj për këtë pjesë, sepse tani dua nga struga e bukur të kthehemi në shkollë. Okej, tani kalojmë te fëmijëria e Tafës, aty ku ndryshe nga Teuta që kryefjalë ka qenë arsimit, e jo gjithmonë muzika. Si ka qenë të rritesh në një familje muzikantësh, por që fillimisht ti bëre një kahje tjetër more, në fakt nise me futbollin dhe pastaj kalove te muzika, tek rënjët, do thoja. Kemi ca fotografi edhe të familjes të Tafës, por dua të më tregosh si ka qenë fëmijëria yte me pak fjalë, cilat janë ato kujtimet e freskëta të cilat ti i mban me vete nga fëmijëria yte. Te unë shtëpia ka qenë çdo herë plot, flas për në shtëpinë time. Janë mbledhur gjithë familja, mbledheshte shoqëria e babit, e mamit, familja,
ditëlindje, gjithë shka janë festuar, mund të them, relativisht tek... Një familje shumë e bashkuar, do thoja. Edhe aty kanë filluar faktisht se Axha me babin zakonisht këndonjin, Axha i vinte gitarës, këndonjin bashkë në duete, mami, edhe ashtu faktisht fillova edhe unë bashkë me ata, edhe ashtu edhe u zbuluaj talent nga unë për muzikë. Ka pas një person që ka zbulu talentet dhe që ka thënë ti djalë je për muzikë. Po realisht tek ne në familje Axha ka qenë më i dalluar në aspektin e muzikor, se ka mbaru shkollën e mesme të muzikës në atë kohë në Prizren, dhe pastaj ai ka qenë si them ai njeri i cili më ka treguar se unë kam predispozita që të bëhem një muzikant apo këngëtar. Edhe mendej ka punuar bashkë me mua edhe kemi rritur bashkë, unë jam rritur me këngët e tij edhe me muzikën e tij. Po edhe babi këndon bukur, edhe mami këndon bukur. Dhe thëtë nuk është talenti, ndoshta gjithaj talenti atyre pastaj u mblodh të kanalizut të kun. Jo, Nusja jo, për Nusja... Nusja ka talente tjera, i plotson me talente tjera. Edhe ajo ka qenë, dhe thëtë shumë kemi bërë mbledhina në shtëpi, si dhe gjithë familjet, jo vetëm... Ju duket çdo moment e keni fest. Po... Natyrshëm bëhet fest në familjen tuaj, kitara dhe pastaj nis muzika. Natyrshëm, edhe pse tash edhe fëmijët tanë realisht jo që janë dedikuar muzikës, janë më shumë nga sporti. Ajo ka qenë dëshira ime, ndoshta e parë futbolli, kam qenë shumë, edhe sot ende vuaj për atë, kam qenë shumë i talentuar si futbollist. Të kujtohet momenti kur vendose që të heqësh dorë nga futbolli, cili ka qenë momenti? Kjo realisht u bë dikun moshën, mund të them 16-17 vjeçare, kurse unë kam luajtur për FK Shkupin, atëherë ishte Sloga Jugo Magnati. Kam qenë edhe kapiteni i ekipës të mladin, asaj rinie që shkojnë para ekipës të parë. Mandej isha i ftuar në ekipën e parë, kur ishte Shkup Sloga në momentet më të mira ndoshta në atë kohë. Edhe prej aty mandej na çun në Shkendit Araçinës kam luajtur gati 2-3 vite. Edhe e kam pasur një trener shumë të mirë atje, Edmond Mika nga Tirana. Edhe unë shkonja edhe me koncerte, kishim mbrëmje, këndonja me muzikë, në shkollë të muzikës të mesme, shkonja në Teto vitin e parë, kthehesha, non-stop isha me ndonjë çantë të madhe me vete, me oprem, me gjitha. Edhe isha realisht, po nuk hezitoisha që të shkoj në futboll. Edhe ajo një periudhë më ndali, duke mas tërvitjeve, tha ec këtu, tha duhet të tregoj diçka. Tha i ke tha 2 profesione që tha kërkojnë shumë për kushtim. Tha edhe, si më tha tafe, se ashtu më thëriste tafe, 2 bostana me një dorë nuk mbahen. Edhe aty faktisht më ndej unë e vendosa që ta lën njërën edhe ti përkushtohem tjetrës, edhe të gjoda që muzika të më bëhet profesion, ndërsa futbolin ta kem se vetëm si hobi. Edhe pse ishin kohra të ndryshme, atëherë nuk mundesh të dalish edhe jashtë, ma let ishte me viza, edhe kështu me radhë. E ke marrë vendimin e duhur ta fat, nga kjo distancë kohore që po flasim? Po, besoj se ka qenë një kthes, po e cila që në fund të asaj është suksesshme. Si jetë që kam kaluar deri tani. Edhe pse me shumë peripeci, po ja arrita qëllimit. Tani dikush ka vendosur t'ju përshëndes dhe t'ju dërgoj një mesazh shumë të veçantë dhe shumë të bukur. Kështu që shohim një video mesazh dhe pastaj do i ndajmë emocionet bashk. Klora. Desha të them që dua shumë dhe falenderoj për çdo gjë që bëni për ne. Jam shumë krenar që ju kam prindër. Ju dua shumë mam dhe bab. Jeni më të mirët në botë. Ciao. Lisi dhe Arti, përshë të utën sërish të emocionuar. Besoj këtu janë edhe arsyeja jetës tuaj, motivi i jetës tuaj. Të uta sa ka ndryshuar jeta yte, ndoshta me ardhjen e Lisit, me që është edhe djali i parë, çfarë të ka mësuar mëmësia dhe pse u emocionove me njëherë sa po i pe? Lisi tash në 14 shkurti mbushi 16 vjet, edhe në mëngjes pinim kafe të 2 bashkë me tafën edhe më thotën pse je koncentruar kaq shumë në telefon. Thash kam punë. Edhe ndetim, tha
pse e shqetësuar edhe tash është një moment që unë e ndjej t'ja shkruaj Lisit në mesazh, Lisi flinte në moment që domethënë ne jemi rrit bashk me Lisin. Unë isha një nënë e re, 24 vjet, që u rritëm bashkë në çdo, domethënë më mësija se si rritet një fëmijë, se si nderohet, se si edukohet, se si duhet të shkohet në shkollë. Lisi, edhe pse ka qenë një djalë i mbar, që normal si çdo prind që i lavdron fëmijët e vet, po megjithatë të bëj dallimin ndërmjet Lisit edhe Artit, Lisi ka qenë më i disiplinuar, më i afërt, më i ndigjushëm. Okej. Në ato edhe kur thomi, po, si unë, e pranoj, kur thomi në ato, në drejtimin e saktë, domethënë që Lisi nuk ka marrë diçka pa pyetur, a guxoj ta marr kët, a guxoj ta bëj këtë. Domethënë ka qenë shumë i ndigjushëm. Sot e kësaj dite është ai Lis që është i disiplinuar për veten e vet dhe për të gjithë në shtëpi. Arti është një tip më eksploziv, si unë, Lisi është si Jati. Edhe fizikisht në duket është Arti si po, edhe fizikisht, po është më ngjan, domethënë i ka paret më shumë nga unë edhe është më luftarak si puna ime. Normal, ne me atë vezhit çdo e luftojmë të mëdhenj, se të mëdhenjt e ka ngrënë atë kremin, atë shlakun në fillim. Po në fund rezultonit jeni të preferuarit, gjithandej. Edhe sot Lisin e përcollëm për në federat, edhe nuk mundëm, domethënë shkurtu pa, ma i vazhdoj, domethënë nuk është ma i mvarur prej nesh që të rim afër dhe mbas edhe ajo gjë me emocionoj Si është kjo ndjenjë të uta kur nisë më fëmiu të pavarësohet, një fëmijë që ti vazhdon ta shohësh fosh, një të vogël, pavarësisht që ai ka arritur ndoshta moshën që të nisë më gjëra ti bëj vet. Si është kjo ndjenjë? Është nostalgji, është emocion? Si po e përjeton ti si nën me Lisin? Është emocion. Kemi ca fotografi edhe të futbollit, të cilat dua të shoh. Është emocion që në moment për shembull dhe një kur ngrehem unë, ja unë do ta bëj ose unë do ta sillem, ma bën po rrit tash s'ke nevojë. Unë mundem ta bëj këtë vet. Din edhe ose kur të vim të thoje ju a kam bërë kafen ose e bora mëngjesin, ma shumë, domethënë ngreuni se ju a kam bërë mëngjesin, është një, domethënë e shef që është rritur edhe që është bërë i pavarur, që atë gjë kemi dashur edhe unë edhe Tafa ta kenë të dy fëmijët. Arti është më i vogël. Megjithatë e ka idol atë vllaun e vet, edhe shoh që e ndjek edhe ka një respekt ndaj Lisit, jo që t'ja ketë frikën, por respekt që të mundet të shkojnë mbas hapave të ati. Shpresojmë zhgënjemi. Këto fjalë unë si prind i kam pa, po megjithatë kur i ndëgjoj edhe pe anash është një kënaqësi më e madhe, edhe çdo herë thom kur do të lavdërojnë jashtë, atëherë unë jam e plotësuar. Edhe atë që si një femër, domethënë që jam në shtëpi, ajo barazia gjinore, faktikisht unë jam mbi atë barazin gjinore. Wow. Domethënë mund ta them me plot kuptimin e fjalës, domethënë jam e privilegjuar si një femër, si një nënë. Që Zot kemi si janë jetët dokumente. Më mbeten si dokumente mua. Edhe aty ku do ketë në një stop, ju e dini që unë do të kem përparësi. Ta ti dërgoj videot, pa merak. Kur të kem përparësi. Unë pra çka po flas, po ndërhyj, po ndigoj, edhe në rregull jemi. Deri tash kanë atë që mundohemi të jemi shok vazhdimisht, po kjo është shumë e rëndësishme. Tafa, nga këndvështrimi yt si ka qenë të bëhesh e baba? Si e ke përjetuar ti prindrimin, cilat kanë qenë sfidat, cila ka qenë ajo pjesa që ty t'ka përmbush më shumë ti ndoshta në periudhën e parë kur je bërë baba? Shife, dje e kishim me Teutë Mbram, faktisht një diskutim edhe unë i tham. Do nuk e dija detajin, falë që po ndërka që ka lind me 14 shkur, domethënë tamam fruti një dashurie. Wow. Edhe Teutës Mbram bile duke ndejtë shtëpi, i thash ndonjëherë po më vjen shumë keq prej vetes që jam shumë i përgjithshëm si njeri edhe. Në gjitha aspektet, thashtë, po du ndonjëherë dalë prej vetës, ta ma din çka nuk më intereson kjo, nuk më intereson ajo, nuk di këto, nuk di ato, po nuk mundesh, ajo është karakter i një personi, edhe tash Lisi është më i madhi,
edhe prej shumë moshë ma të re faktisht ka marrë, shqivet se donë të marrë përgjithësi, që është edhe shumë natyrshme për mashkull. Arti është edhe është i vogël, po unë jam tip që kam shumë realisht edhe unë edhe Teuta kemi shumë kërkesa, edhe për ata, për punën që i bëjnë, do me thënë që pëse duhet të ketë rezultat, që pëse nuk ka rezultat, nuk denosh, po thjesht ki një reperkusion për gjërat që i donë në të ardhme. Që të kemi një farë balansin në të aspekt se së mundesh t'i japish fëmijës gjithë shka, pak ka shumë, edhe pse ata nuk e kanë të keq përdorur asë njerë asgjë, ndërsa për të qenë prind, unë nuk mund të them dhash Zotit që edhe ata që nuk kanë, t'ju jap Zotit që ta ndjejnë atë kënaqësi që të bëjnë prind. Pajtojmë Nuk ishte plotësisht. lehtë. Nuk ishte lehtë. Rrugtimi më kompleks do të thoja unë. Nuk është më, nuk jemi prioritetin ne, derisa ishim në lidhje ne, dhe pa marrë parasysh a je apo si je në lidhje, kur bëhesh prind automatikisht nevojat e tua më nuk janë as pak prioritet. Prioriteti më. Si jeni ju si prindër, cili është ai që është pak më i repti dhe cili është ai që e mban balansin? Welcome to the club. E mora për gjithë. Me i rept. Ashtu më thonë ato ti bërtetën, ama unë tash edhe më tenor jam, unë edhe kur flas pak ashtu me edhe tonin e zërit e kam ashtu. Tafa e ka, kur marim pjesë në për loja, apo pa marrë parasysh edhe garat, nuk e japin atë maksimumin. Edhe momentin që hynë në shtëpi dhe thotën, kryesorja pjesëmarrja, kemi qenë aty, dhe më thënë dje që është ofendim për të gjitha. Dhe më thënë ajo është fjalla ma ofenduse që egzistonën, po... Kur më rinë në shtëpi nuk bërtas, që cona deri në shtëpi dhe thamë që mirë, ishte... Pjesëmarrja, ishte edhe e dim që, dhe më thënë që nuk është puna si duhet, edhe vetëm gjithë shifem mi thonë jave ku e keni bërë, që keni bërë tash? Le. Tafa është i rept në sport, është në të gjitha aspekt, është i rept krejt, po mas shumë ti e jepat maksimumin, se njef edhe normalisht ma mirë sportin, ndërsa unë jam të ajo e mësimit edhe e pastërtis. Te pastërtia edhe te principe që të ngrenë në mëngjes të ndreqin shtratin, teshat e veta, jemi të dy kritikus, po jemi të ndarë. Unë jam nga shkolla, Tafa është nga sporti, që është një gjë që ato nuk munden të thënë pse kur ne jemi edhim me orar që në sa ora i kanë treningjet, në sa ora duhet të shkojnë në përkurse, në shkollë, me thënë ne jemi të dera, derisa ato të ngrenë të bëjnë, ne jemi para atyre që jemi të gatshëm të rrim basë për çdo gjë. Partnerët të plotësohen për çështje... Dhe mbi gjitha t'ju japin modelin, se ndonjëherë nuk është e mjaftueshme vetëm t'ju thuhet fëmijëve, t'ju jepen obligimet, kur kanë modelin për ta ndjekur, besoj që është shumë më e lehtë. Dhe ata e kanë pas, prandaj në aspekt kur unë e kritikoj, për shembull Teuta nuk ndërhyn aty, kur ajo kritikon ose kur jep levdrata, gjithë secili nuk ndërhyn në aspekt që jo e ke gabim këtu ose edhe po ta ketë gabim e jonja është e fundit. Ata kanë të drejtë, ashtë lisi është rritur, ka edhe debat në njëherë, që është shumë normale, po duhet të argumentojemi për atë që flasim. Qofse ka argumente, nuk kam problem të tërhiqem të më falni se kam gabu, edhe pse do shta ma i madhe në shpip. Ne kemi edhe atë që drekën po që po bashkë të jemi, po edhe njërë ose dyrë në javë të mblidhemi komplet familja, më thonë flasë me gjyshër, hala, teze, kush jemi afër, të mblidhemi të jenë të gjithë edhe dhe më thënë të kemi qëfar do sikleti që e kemi ose para gjykimi, dhe më thënë të mundemi ose ndo një dilemë, të mundemi të shpalosim gjërat bashkë edhe të gjim zgjidhje bashkë. Ka gjëra që i bëjmë të katërt, ka gjëra që i hapim ma gjërë në familje. Mbase kjo në ndihmon shumë se cili për nesh kemi
përvoja të ndryshme dhe e nxjerrim ajo që është më e mira. Bukur shumë. Do ndalim vetëm edhe pak të sporti, sepse dua të flas për Lisin, ai i cili duket një emër premtues në fakt në futboll. Ai aktualisht luan për ekipin e Rabotničkit, nëse nuk gaboj, apo jo. Dhe kam parë që nëpër portale ka nisur të lakohet emri i tij, domethënë duket që është një yll në ardhje, do thoja. Si po e sheh Tafa dhe Teuta këtë pjesë, ndoshta pengun që të ka ngel Tafa, po duket sikur do ta realizoj apo historinë tënde të ngel për gjysmë, do ta vazhdoj Lisi, si po e sheti? Shife, Lisin e kemi quar edhe në muzikë në fillim, po muzikën filloi 2-3 vite dhe pastaj tha bab, tha unë nuk dua, këto duhet merrem me sport edhe nuk e kisha problem. Po, nuk e kisha problem që të dale prej asaj. Thash bab, çfarë dëshiron ti, aty në përkrahjen e ke prej të dyve. Edhe pse është premtues, ishte i përzgjedhur, ishte në Albion, Sefte, mandej në Karev, prej aty u zgjodh për në Federatën e futbollit, në Akademinë e futbollit në Federatë, për 14 vjet faktikisht filloi me jetu vetë në kampin atje, 2 vjet ka jetu atje në kamp. Edhe tash kur mbaroi kampi, ajo gjenerata e fundit që ishte në Federatën e futbollit Maqedonisë, edhe tash në Rabotnički, ku lun për një gjenerat më të avancuar, dhe me thënë një vjetë moshën më të madhë. Dhe tash u ftua, biles në këtë moment momentalisht shkon në karantinë për reprezentacionin e Maqedonisë për U16. Është premtues, për shif kjo futbolli është po ashtu, duhet të kesh shumë fat, duhet të kesh të truje Zoti prej lëndimeve, edhe pastaj janë tjera gjëra që ka shumë, është një mozaik i tërë i cili duhet të bëhet për të shku shumë përpara. Me rëndësi është se kanë përkushtim të dytë. Me të ka kaluar në futboll. Po, tash, me punën për moshën që e ka, po. Se poshtimi e di që edhe ajo e ndjen një farë dëshire që të mbrije diçka edhe ajo edhe arti për të na bë krenar përpara prindve. Për prindrit krenaria më e madhe është kur fëmijët i tejkalojnë. Domethënë e tejkalojnë sepse edhe pse edhe për tash për shembull Lisim ka tejkaluar edhe mua në aspektin për moshën që e ka, po në atë aspekt më rezervuar shumë se si do të shkon karriera e tij. Unë thjesht dhe çdo herë them ti duhesh të jesh i përkushtuar, i fokusuar, edhe momentet do të vinë vetë. Qofse ke të shkruar që të bëhesh nesër në një futbollist, ato gjëra që më varen prej teje, ti bësh, tjetrën do të mundohemi me njerëz me menaxhera, me ato njerëzit e futbollit që të ndihmojmë. Po ashtu edhe arti është në 2015, lunë në Karev. Por edhe arti duket që e ka marrë seriozisht, domethënë është edhe ai i vendosur për të ndjekur rrugën e futbollit. Kështu kur diskutojmë, Lisi është më punëtor si individ, ndërsa arti është më teknik. E ka teknikën time, ndërsa fizikusin e ka është pak më i dobët, po edhe pse është i vogël, ndërsa Lisi ka tjetër fizikus sa punon mjaft, mendoj punon shumë. Edhe ajo është i disiplinuar, e ka marrë atë, si të them, regjimin profesional të futbollit. E tash vetëm t'i ruaj Zoti, inshallah kanë shëndet, edhe tjetra, po edhe nëse nuk bëhen, thjesht njerëzit që mirën me sport janë zakonisht njerëz të mirë, njerëz që kanë disiplinë, janë rreth njerëzve të mirë. Shumë e vërtetë. Edhe ajo ka ashtu kam qenë edhe unë, që unë as cigare nuk e pi, pse as njerë në shoqëria atëre nuk pinte. Ajo ka qenë një shembull, kemi qenë fëmijë që vetëm për futboll kemi biseduar. Edhe mendoj si do të shkon më tutje as nuk dua ta paramendoj. As nuk duhet ta mendoj, ndoshta me rakosën e shumë. Qofse Zoti ja ka mendu yllin, edhe ndoshta bëhet. Jam shumë dakord. Mbretëresha e familjes, a je gati të jesh tifoze? Unë jam tifoze. Ja kemi ndaluar në stadiume. E kam parë dhe fanellën që e kishe mami i Lisit, kështu që ja kemi ndaluar me shkone për nasi, se zakonisht me studiat nxirret aty, është djali im, po, është djali im edhe Lisi i tham, të lutem mo, që Kur ka padrejtësi, po. Kur është gabim, janë gabim, po. Po të luajnë dikun jashtë që stadiumet që nuk ndigjohesh si prind kur bërtasesh, kupton? E atëherë mundet të vi.
Pa jo dhe. Teuta, po të vjen keq që asnjëri nuk e ka ndjek rrugën tënde, artin? Arti e ka talentin, mund të them edhe më mirë se unë. Vërtet? Po, vizaton shumë bukur, bile dje. Ato i kemi si plane rezerve. Ata e shifta, dashtë tha mua të më frymëzoj shkollë të mesme të arhitekturës, se unë e thënja, shko arhitektur mami dhe ti rregulloj punimet, hiq mos e ke gajme. Unë e s'jam për arhitekturën, nuk mundem, unë nuk kam të rikë me koncentrim, unë as nuk e di nesër çfarë dua të bëjmë përveç se futbolle. Edhe më shumë është në gjimnazin është në gjimnazin e përgjithshëm në Lisi në Zeflushmark, ndërsa arti, e shoh që i pëlqen në arti, domethënë të vizatoj dhe krit, po nuk ja imponoj. Nuk ja imponoj për shkak që më thënë e lënë atë, jam ble materiale që ka nevojë dhe krejt, e lë të vizatoj, i ri për këshilla, po jo t'ja imponoj atë që si mësues që të vizatoj këtë apo vizatoj atë. Me thënë, thjesht dua t'ja nxjerr atë më të mirën artit prej vetes, punimet ja ruaj. Të gjitha në qoftë ato fleta të vogla që i ka, edhe i thomë nëse dhe të më duen edhe mua që ta kem si në të ardhmen një ekspozit ta bëj me punimet të artit ose edhe të mia, do më thënë një kombinim, për aq shkak që nesër çfarë dhe të jetë, arti e ka talentin talentin tim. Kështu që edhe në qoftë se vendos ndonjëherë të bëj kthes, e ka të sigurt artin. Nuk ja merr dot kush. Tani dua të kthehem edhe pak te rrugtimi juaj i përbashkët, jo i thjesht. Sigurisht të bëheni prindër në moshë të re, secili me impenjimet e veta, me profesione që kërkojnë shumë përgjegjësi. Pyetja është kjo, ju është dashur ndonjëherë të bëni një sakrificë, për shembull, një nga ju të bëjë një hap mbrapa që tjetri të ecë para në karrierë. Ju ka ndodhur kjo ose nuk keni pasur nevojë për një sakrificë apo nuk e di, të tillë? Patjetër. Unë mendoj që në çdo çift të suksesshëm në një fazë ekziston një moment i tillë. Në këto që i kemi profesionet, edhe për dashur të bëhesh alama e mirë duhet shumë përkushtim. Shumë e vërtetë, po. Po që këtu ka qenë puna edhe shumë edhe gjatë lidhjet që kemi pasur në Teuta, se edhe për të ardhmen si do të na shkon, ka qenë që të kemi reciprocitet në gjitha gjërat që të shkojmë gradualisht, jo njëri të shpërthejë se pastaj ndryshon, më nuk është kjo bukuri që e kemi sot, edhe të kishte qenë njëri më i famshëm apo më i mirë në profesionin e vet apo tjetri kështu. Për shkak se secila punë kërkon edhe përkushtimin, po ka edhe reperkusione të tjera në jetë që duhesh një sakrificë. Edhe shumicën e rasteve kemi përmbush njëri tjetrin. Është desh Teuta këtë periudhë ka ekspozita, po duhet punoje, unë jam marrë më tepër me fëmijët edhe me gjëra tjera të shtëpisë për të mund ta liruar atë që të ketë kohë për të vizatu. Qofse unë kam pasur, nuk e di, koncerte, dasma, vera për shembull, kur vinte, Teuta ishte komplet me fëmijët edhe gati çdo vjet mo pak a shumë e dim si do të shkon ajo, po është shumë e rëndësishme që të ketë mirëkuptim ndërmjet çiftit, që ne kjo është më e rëndësishme, besoj. Deri tash e kemi edhe jo që s'kemi pasur edhe jo konflikte në aspekt, po mosmarrveshje, po prap ka qenë zgjidhja ajo që është më e mira për shtëpinë edhe për profesionet individuale. Njëherë kemi pasur prioritet fëmijët, pastaj profesioni. Po. Edhe pse kam ndihmu familja, prindët edhe të mit, edhe për fëmijët edhe të Teutës, ande verës kanë qenë më shumë në strug, periudhën tjetër këtu. Ashtu që gjithë familja qenë angazhuar, edhe pse ato i kemi si... Shive, gjyshin me gjyshin duhen shumë edhe mirë që i kanë pasur, prindët e tafës kanë qenë afër, që ta them të drejtën edhe kur kemi dashur edhe të dalim dikundi na ka ardhur zor të kërkojmë diçka, ti mbajnë fëmijët që ne të mundemi të dalim, po çdo herë ato i kanë prishur edhe planet e veta, nuk kanë treguar që kanë pas plan, po kanë thënë që jemi në shtëpi, dhe me këtu jemi, sillni fëmijët. Nuk
nuk kemi ndetur pa një plan B, dhe më thënë çdo herë na kanë dalur ato në ndim, që jemi falenderus, jam shumë falenderuse se edhe shumë gjëra tjera në aspektin edukativ, si gjyshi me gjyshen, sado që i kanë lasdruar, po edhe kanë ditur të jenë të rept, nuk mund të thomë, as kritikus, po i kanë udhëzuar që duhet të jetë kështu. Dhe më thënë edhe ato nuk ja ka plotësu dëshirat pa i bo detyrat e shtëpis, apo ndonjë gjë tjetër që i kanë ditur rregullat në shtëpi si i kanë vazhduar edhe ato, edhe i kanë ledhatuar, po edhe i kanë respektuar po. Do më thënë, jam falenderuse që me të vërtet edhe ato kanë kontribu që lisi me artin të këtu ku janë. Pajtojmë plotësisht. Përmendi Tafa strugën, çfarë të mungon më shumë ti nga struga? Vajza e liçenit të vi në një qytet si Shkupi. Një flamingo. Apo çfarë ke marrë me vete nga struga? Struga më mungon çdo herë. Në më thënë, më mungon liçeni, më mungon drini, mos e diskutoj aty që më mungon familja. U dashtë unë me më pyetëm, çka more pi strugës? Familja, normal që familja ime është në strug, shoqëria ime e familjes deri në fakultet janë shumica në strug. Normal që 20 vite ma në Shkup kam edhe këtu rrethin tim edhe e kam rrethin shumë të mirë, edhe të dashur, që nuk mundëm të ndjej që jam anashkaluar. Megjithatë tashma edhe unë e thom që jam edhe shkupjane. Shumë gjëra më mungojnë, shumë gjëra më mungojnë, po i plotësoj gjatë verës, i plotësoj me vera e ka atë dashurinë e madhe, atë ngrohtësi, atë jetë që struga, do më thënë nga 10 qershori që mbyllen shkollat edhe deri me nisht ato. Po tashti shqyqy që i kemi. Po patjetër duhet kompenzim. Po patjetër. Unë po kthejmë Tafa te një moment të cilin ju e keni thënë shpesh në për intervistat të takimi juaj, nuk dua të ndalem të takimi i maturës, të një vajzë bukuroshe që të ka rënë në sy me një herë sapo ke nisë të performosh. Përpara nuk e kam ditë. Ke treguar që ka qenë bukuria e saj që të ka fascinu në momentin e parë, që është gjëja më normale. Çfarë të fascinon sot të Teuta? Pas kaq kohë të gjatë bashk? Shife, pak më pare përmenda karakterin edhe si tip njeriu, unë kam edhe si djalë edhe beqar kur kam qenë edhe këtë, kam pas një ide se çka dua për në të ardhmen. Dhe shpesh ndonjëherë edhe përmendi Teuta edhe ajo qeshën, thëm kam dashur ta kem gruan e bukur. Të ka qenë një prej prioriteteve të mia. Dhe më e bukur se kaq nuk e di më. Edhe ato e mbriva qëllimin, tash si s'ka lidhje. E mbriva qëllimin, po mbas asaj bukurie, faktikisht ka një tjetër që është ndoshta edhe më e rëndësishmja, është karakteri një femre e cila edhe për përkushtim familje, edhe për fëmijët, edhe komplet familjen edhe time, edhe të vetën, edhe si grua, do të thotë, mund të them vetëm se kam qenë si të them, blessed me fat. Sepse zakonisht gratë, vajzat e bukra dhe me shumë karakter nuk janë të thjeshta, kështu që nuk e besoj që e ke pas shumë të lehtë. Nuk ka qenë rrugtimi i lehtë, po patjetër nuk ka qenë rrugtimi i lehtë, po jom pak unë e maj 5 vite jemi të dallim, kam pak edhe përvoja edhe gjitha ato. Ke pas aftësi ta menaxhosh? Kam pas aftësi ta menaxhoj deri tash, po. Okej, ne me qenë se kemi arritur ka fundin, minutat kaluan shumë shpejt, tash regjia ma bëri me dije që jemi gati në 50 minuta. Unë nuk dyshoja as pak, se duke ju njohur të dyve. Mos tim detajlisht edhe trim deri nesër. E vërtet. Prandaj po e përmbyll me këtë pyetje. Për çfarë dëshironi ta falenderoni njëri tjetrin duke e parë në sy tani? Unë e falenderoj që e kam pjesë të jetës time. Okej, Teuta? Çdo ditë e falenderoj, edhe sot i thom faleminderit për çdo përkrahje. Qoftë në punë, qoftë në shtëpi, qoftë edhe ta e ma e vogla në një drek solide, dhe më thënë faleminderit që e kam afër, se
më ka borë të jem ma e lumtur se që dukem edhe ta ruaj atë modestin se dhe thënë vetëm kjo e lavdëron burin e vetë. Po me të vërtet në 3 meshkuj vërtet. Ja, ke marrë lavdata për një vit ta pa. Po, jo tash deri në pension. Deri në fund vitit je tamam. Unë sinqerisht ju falenderoj shumë që në atë kohë jeni me ne dhe krahas shumë impenjimeve, angazhimeve që ju të dy keni. Unë insistova që të ndaja historinë tuaj, sepse e di që keni çfarë të thoni, jeni të dy të përmbushur si profesionalisht, por edhe modeli që jepni si familje është model që duhet të ndjekur. Faleminderit që na ftove, faleminderit që nuk na pyete asgjë për punën e profesionit. Unë jam kënaq sot në emisionin tënd, edhe pse ishte çështje, po besoj se dham një mesazh edhe për trit të reja që duhet bashkohen e të bëjnë krijojnë familje që realisht të promovojnë faktin që martesa nuk është gjëja më e thjeshtë, por konsistenca edhe kompromisi, por edhe mirëkuptimi që ju e tha disa herë. Kompromisi është gjithçka në jetë. Kryesore për një martesë. Edhe me fëmijët, edhe me prindët, edhe me ndërmjet paçifteve, edhe gjithçka është kompromis jetë. Kështu që faleminderit shumë për krejt mesazhet dhe për historinë që ndatë me ne. Faleminderit shumë. Të dashur miq, unë këtu e përmbyll këtë edicion të Prizma, duke ju falendruar gjithë juve për momentin tuaj. Si gjithmonë edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq unë ju lë takim sërish nesër në terminin e rregullt të orës 16:40 deri atëherë qofshim me shëndet dhe mirëmbëjtje. Tung tung.